zonat kur futen aty brenda se sa gocat. Po më ke të drejtë në fakt. Aty të jap të drejtë. Edhe ju duhet ta dini më mirë se unë këtë punë. Ju t'ja qaj hallin unë juve. Edhe kur unë unë që mos ja fusim kot edhe situatave dhe çdo gjë. Unë thash, shpreha është e lirë, mund ta shpreh, nuk ka problem. Po jo në atë farë mënyrë. Dhe e dyta ishte pastaj pse Ledioni e lash. Por është normale se Ledioni mash. Po ja tash do të bëjmë muhabete kështu tash. Ne këtu live dhe po ja do. Po. Çfarë them? Ke çfarë ja? Nëse unë nuk e di pse doli gjesti jashtë dhe i tha ato që tha tash asaj, se aty në kolltuk foli shumë mirë ai. Po pra i tha që nuk jam tallë, tha kaq. Ti nuk je normal, pik. Edhe do menaxhment gjithëve. Dhe është gjëja më e saktë që mund të thoshte. Mi që si normal vetë, po do me të shmend të tjerët. Do thërë, a i thjesht i tha nuk jam tallë, nuk është se i tha në i gjo më shumë, ha? Unë s'jam tallë, tha me ty kam qenë shumë i vërtet, ta kaq. Ato e ka pranuar ai se ai që në fillim i ka thënë që edhe për ndjenjat unë nuk kam ndjenja, nuk të dua pavarësisht se ai bën kështu. Një herë thot kështu dhe nga ana tjetër shpreh ndjenja të tjera. O mandi, nuk të duket vetja një çik qesharake dhe ty dhe mu bashkë me ty dhe neve këtu në live. Që vazhdojmë diskutojmë ndjenjat e një gruaje që është obsesionuar, e kupton? A është obsesionuar? Është obsesion, s'është ndjenja jo. Është obsession. Edhe tashti është duke luajtur ftohtë fare. Jo thot. Më kam një pikpyetje. Kam një pikpyetje thot. Po ta kapi ai ato pikpyetje, o do jetë okay thot. Ka që gjatë pas kanë qenë reklamat se radhë, Se s'po të rrihet mo, ha? Po t'il me del, ik amat. Po për zotin më duket vetja, kaq karafile që kam 4 muaj dhe merrem me ndjenjat e eglit, e kupton? Sikur ka vetëm ajo ndjenja dhe asnjë në këtë dynja s'ka. Asnjë se ka provu në këtë botë që mos t'i kthehen ndjenjat e dashurisë, vetëm egli e ka këtë. Dasar, ti e di shumë mirë që këto 4 muaj vetëm një diçka kemi pasur, kurse këto 3 javët e fundit do ndryshojnë dhe do kemi akoma më tepër. Tashi do t'i harrojmë këto 3 javë të fundit. Të betohet. Tash ti fillon loja, kështu kanë thënë vetë. Ore, di çam boni përshtypje mu ke ky prime i parë të Sara? Ky dorëzimi. Mbaj mend se do dalim nga tema. Mbaj mend se do të. O mandi. Ti e di shumë mirë që unë kam dhënë provat që kam dash kështu, edhe s'kam heq dorë nga një njeri që kam dashur, ha? E di. Me vite, apo jo? Me vite, e di. Kam marrë, kam qa me ty, apo i kam shku, si idiote ati ke tira shpis, jo më nuk i shkoj shati fare, se s'kam lutë qate me mu, pite shishe vere me mu. Me qaja me ty, marrë të filmi, e kupton? Të këtëra shpi, bja, sepse ishte problemi im, nuk është problemi ati tjetëri. Ndjenja ime është problemi im, nuk është problemi ati që unë du. Të kuptoj. Vazhdo, Meridian, ma Jo, ajo që më bo përshtypje mu ishte Gerta Gixhari, që tha nuk është kjo tha finale ime, finale është me 19. Po kjo është etalon matës, në qofë se ti nuk kalon Rozanën, si mund ta fitosh Big Brother, dhe si mund fitosh finalen. E këtë s'kuptoj unë. Se si ti të më thonë, kur nuk je zoja me dalë finaliste e parë këtu, pra ti nuk mund Rozanën, si do e mu këti Rozanën në finale, këtë s'kuptoj atë Gertën unë, po e pash që e shprej fare, që e shprej komplet. Unë jam i mendimit që Rozana del sot direkt, finaliste e parë. Edhe do jetë këtu edhe fituesja e këtij edicioni. Kush? Atë mendoj me gjestin të dy në finale, por... Pa mi më të logjikshmit aty brenda ata janë, edhe loj ata kanë bërë, edhe gallat ata kanë bërë, kupton? Edhe emocione ata kanë tregu. Që gjithë të tjerët janë ka... Ta shofësh në i Loredan ose në i Jozdi, ta bite shpare. Ja, më përveç gjestit, vallaj... Ma mërminja, vështirë. Jo, në Rozana ka qenë koherente, me thënë drejtën, në Rozana përveç koherencës ka pas edhe logjik, e kupton? Vetëm që duron
të Eglin do me thënë që nuk ka pike takimi, vazhdoj të insistoj kjo historia e Eglit, se normal, e kam pa mundur mos insistoj, e kupton? Na u kthye epiqendra e këtij Big Brother, një njeri që nuk është i shëndetshëm moralisht. Jo vlla, nuk jam dakord fare, dili ik shtëpia aty mos ishte kthyer fare në Big Brother, pik. Kjo është një pikpyetje e madhe, kjo është pikpyetje e Dasara, madhe tash to kthimet janë pa Dasara, pse po përshtypje për kthimet ty, nuk është era parë që kthehen. Po mi më janë kthyer, po kanë qenë mëndërisht të shëndetshëm. Vallai nuk është keq edhe kjo mëndërish, më beso, është i boloj edhe kjo, po ha. Më duket sikur e ka gjithë skenar. Në fakt atë mendoj edhe në një moment që edhe në për pjesën e ndjenjes, se si foli për pjesën e ndjenjes që ka pas edhe që ka. Tani nuk ka rëndësi për mua edhe një njeri që interpreton sikur ka ndjenja dhe në fakt do të fitojë Big Brotherin dhe shet prap në rregull s'është nga trut e kokës. Kupton është rast. Po për ta fituar Egi nuk e fiton, jo, po. Më mos po flasi për fitore, po finalen po e kap ajo për tu po kështu. Po pritë se ka janë ofin. Po Dasara duhet ikin edhe 4 vetët Dasara, që do me çun finalit ti se na myte. Unë dua të çoj Loredana në finale. Po. Dua të çoj Gjestin në finale, Po. Rozanën Po. në finale. Po. Dhe pastaj pjesa tjetër s'bojnë lek aty. Ta bëjmë edhe Danja. Edhe Danjën, e çoj dhe Danjën. Ta bëjmë finalin me 3 domethënë. Ta bëjmë finalin me 3. Ore po sot a ka eliminime jo? Vetëm po hapni televotim, po se besoj. Po se beso, okay. Po 4 vetë do dalin, 5 ngelin për finale, janë edhe 6 prajme. A e fut do Termal Merdanin Meridian? Po more, po